Dy persona kanë humbur jetën në një aksident pak para mesnate. Policia bën të ditur se mjeti tip Benz ka dalë nga rruga në autostradën Milot Morin rreth orës 23:30 të së martës. Makina është përplasur me shtyllën e sinjalistikës, ndërsa nga forca ka humbur jetën drejtuesi AK 50 vjeç banues në Tiranë dhe pasagjeri FG 35 vjeçar banues në Kukës. Pas marrjes së njoftimit, policia ka mbledhur provat për të hetuar mbi shkaqet që sollën ngjarjen tragjike, ku dyshohet shpejtësia e lartë dhe pakujdesia. Sipas Instat, numri i aksidenteve ka vijuar të jetë në rënje, po ashtu edhe i pasojave. Në raportin më të fundit të shkurtit 2025, numërohen 88 aksidente rrugore, nga të cilat 122 persona janë të aksidentuar. Megjithatë, në këtë periudhë ka pasur 19 viktima krahasuar me 8 të shkurtit të vitit kaluar. Numri më i lartë i aksidenteve në këtë periudhë është kryer nga grup moshat 25 deri në 34 vjeç dhe 45 deri në 59 vjeç, duke zënë secila nga 23.9% të numrit të aksidenteve gjithsej. Edhe në muajin mars u regjistruan disa aksidente të rënda, ku në 20 mars 4 të rinj humbën jetën pasi makina me të cilën udhëtonin u përplas me një betoniere në zonën e fushprezës.